Qeveria ka rritur sipërfaqen për përfitimin e naftës gjatë këtij sezoni bujqësor, gjë që ka bërë që shumë bujq apo fermerë të penalizohen. Minimumi prej 3 hektarësh nuk është pritur mirë nga fermerët në të gjithë vendin, gjë të cilën e kanë kundërshtuar vazhdimisht që nga bërja publike e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2026. Por skema e këtij viti ka sjellë lehtësira për blegtorët. Vitet e kaluara numri i krerëve përgjedhët dhe të imtat ishte më i lartë se këtij viti, duke bërë që shumë blegtor të mos e përfitonin. Kështu, për të përfituar mbështetjen prej 1200 lekësh për krerë për të imtat, blegtori duhej patjetër të kishte mbi 100 krerë dele ose dhi. Ky numër këtë vit është 50 krerë dhe blegtori përfiton jo 1200 lekë, por 1500 lekë për krerë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe për zgjedhët. Numri i krerëve për të përfituar nga skema mbështetëse ka zbritur nga 10 në 5 krerë minimumi. Mbështetja financiare është rritur nga 10.000 lekë në 12.000 lekë për krerë. Edhe për bletarët ka ulje të numrit të koshereve për të përfituar nga skema mbështetëse. Vitin e kaluar minimumi ishte 50 koshere, ndërsa këtë vit është 25 koshere dhe bletari përfiton 2.000 lekë për koshere.